Ebu Bekri, Ebu Bekr Muhammed bin Tufejli, ushqua në shekullin e 11. Ebu Bekr Muhammed bin Tufejl lindi në Qadix në shekull 11 në Spanjën muslimane. Gjatë mbretërimit të Ebu Jakub Jusufit të dinastisë Al-Muhahidun, ai ishte vezir dhe mjek i oborrit të Marrakeshit. Pjesa më e madhe e shkrimeve të tij fatkeqësisht kanë humbur. Për sa i përket veprave të tij të astronomisë, disa dëshmi indirekte nuk na lënë dyshime rreth faktit se ai ka formuluar hipotezën heliocentrike. Kjo tezë do të formonte vite më vonë argumentin e librit të titulluar De Revolutionibus Orbium Celestium të astronomit polak Nikola Koperniku. Koperniku i ka kryer studimet në Universitetin e Padovës dhe ka shumë mundësi që aty të ketë rënë në dorë ndonjë përkthim i veprës së Ibn Tufejlit, që në Evropë njihet me emrin Ebu Bekr. Për këtë vepër, El Bitrugi, i latinizuar Alpetragius, shkroi: ajo përmban një sistem origjinal astronomik, si dhe parime mbi lëvizjet e natyrshme të trupave qiellor, të kundërta me ato që ka vënë Ptolemiu, pa pranuar as jashtëqendrorin e as epicikloidin. Të gjitha këto lëvizje janë paraqitur me një sistem origjinal, në të cilin nuk rezulton asgjë e pasakt. Ebu Bekri shkroi edhe një roman filozofik të titulluar Haj bin Yaqdhan. Romani ka qëllim të tregojë se inteligjenca njerëzore është e pajisur me aftësitë që të arrijë nëpërmjet vëzhgimit të dukurive natyrore dhe të natyrës, të konceptojë me arsyetimin e vet idenë e një qenie të plot fuqishme si krijues dhe rregullues të universit. Haj është një fëmijë i braktisur në një ishull të pabanuar, duke qenë i detyruar nga rrethana që të bëjë diçka për të mbijetuar, zbulon nga vëzhgimi i botës që e rrethon dhe nga ndryshimet në të, idenë e domosdoshmërisë së një autori nga i cili varet e gjithë ekzistenca. Ai përpunon konceptin e ekzistencës tek vetja e tij të një realiteti të brendshëm, prej të cilit arrin të imagjinojë si qëllim themelor soditjen e qenies. Kështu harmonia e universit e udhëheq për shkak të fitres, drejt pranimit të Zotit të vetëm. Kur protagonisti i romanit arrin përfundimisht në konkluzionin teologjik dhe shpirtëror të mendimeve të tij, në ishull paraqitet një njeri devotshëm me emrin Asal. Gjatë bisedës me Hajin, ai zbulon se bashkëfolësi i tij ka arritur me dritën e arsyes në pozita shumë të ngjashme me ato të fesë së tij. E vërteta pejgamber Leku e shpalljes së njohurisë së Zotit nuk ndryshonte fare nga vërteta e zbuluar prej Hajit me anë të arsyes sepse të dyja rrugët e informacionit vijnë prej Allahut. Megjithatë, kokëfërtësia e tyre që kishin kthyer fenë në një ushtrim shterp rritesh në mbretërinë e ishullit të Sulejmanit, ku Haji dhe Asali kishin shkuar për të ngjallur shpirtërisht popullin, i bindi që të ktheheshin në ishull. Romani u përkthye në vitin 1671 në latinisht nga Edward Pocock, i riu, i cili dha titullin Philosophus Autodidactus, dhe në shekullin 15 u përkthye në hebraisht nga Mojsiu i Narbonës. Ky përkthim frymëzoi shkrimtarin anglez Daniel Defoe, 1661-1731, i cili e përdori veprën e Ibn Tufejlit si model për romanin e tij Robinson Crusoe, të botuar më 1719, i cili ka hyrë në radhën e kryeveprave botërore të letërsisë. Ibn Tufejli gjithmonë pra ishte në krye të detyrës për përhapjen e arsimit, shkencës dhe inovacionit.